Tani, nuk e di, herën e kaluar që e provuam të bënim një import edhe nuk na eci, më duket. Apo jo, nxishte një mesazh gabimi. Po. Ashtu, ja. Edhe unë e pash atë më vonë edhe e gjeta ku ishte gabimi. Nga që bëhet upgrade sistemi, upgrade PHP, për shembull, upgrade ato versionet e paketave dhe një mënyrë që funksiononte dikur me versionet e vjetra nuk funksiononte më për të bërë upload file, edhe dështonte uploadi. Edhe mes di e gjeta apo e gjeta. Edhe e rregullova dhe besoj që do të funksionojë. Megjithatë, mënyra më e thjeshtë është që ti bësh këto menaxhimet edhe nga komandat, se mund të bëhen edhe nga vija e komandave. Për shembull, import project, export project, import translation, export translation, translations, e kështu me radhë. Sepse kur e bën nga ndërfaqja web, ne mund ta bëjmë një provë që të bëjmë import diçka, kur e bën nga ndërfaqja web, ajo e fut në një listë, në një queue, edhe pret derisa të bëhet një kron, për shembull, një në një orë. Edhe kur bëhet kroni e starton ato importimin dhe mbas një ore për shembull dërgon edhe mesazhin që u krye në rregull apo pati gabime apo. Domethënë që është pak e bezdishme. Do një orë, 2 orë që të marrësh një rezultat. Kurse po ta bësh nga komandat, janë pak të komplikuara ato komandat, ne do t'i provojmë, domethënë. Po ta bësh nga komandat, ecën direkt, edhe jep rezultat direkt. Megjithatë, bile po të kesh akses, nëse unë të jap akses ty, ose nëse ne bashkëpunojmë për menaxhimin e projekteve të KDS, më thua ti importo këto përkthime ose eksporto këto ose kështu, mund t'i bëj ose t'i japun akses edhe ta tregoj se si bëhet, ose ne bashkëpunojmë në këtë mënyrë që ti më tregon se çfarë duhet bërë dhe unë e bëj. Unë këtu për shembull jam se si bëjmë të dyjat. Unë të dyjat më ndokën se janë opsione të mira. Edhe dyja mund t'i bëjmë. Gjatë gjithë kësaj përvoje që kam me këto përkthime që sa vjet e kam pas se një njeri vetëm është shumë vështirë ti e vërtet. Ti bëjt gjitha këto punë. Pastaj më mirë të jemi dy se kur nuk mundet njëri e bën tjetri. Po, patjetër, po. Ti punon në Linux apo jo, me komanda? Po. Okej, shumë mirë. Do t'jap akses ekskluzivisht. Windowsin nuk e kam përdorur që ndoshta nga viti 2000. Po, shumë mirë. Atëherë do të jap një akses, secure shell access, që të hysh siç kam hyrë tani, do ta krijoj më vonë një çelës privat edhe publik, do ta vendos çelësin publik aty, të jap çelësin privat që të kesh mund të hyrësh. Tani tek ky serveri që përdorun kam instaluar disa programe. Është ky bitranslator.org, që është si tip backendi, që ka databazën edhe një ndërfaqe thjeshtë, edhe ka një API, domethënë ka databazën edhe API, edhe logjikën, gjithë logjikën. Këtu nuk shikon projekte gjëra kështu, vetëm domethënë këtë e përdor ndërfaqet front-end për të marrë të dhënat ose për të hedhur të dhënat. Një nga këto është bitranslator.net, një tjetër është kjo l10.org.al. Nuk ka në ndryshim të madh, me kalimin e kohës mund ta fshi një nga këto se bezditi ti menaxhosh të dyja sa pak aq më mirë, meqense janë pak a shumë njësoj. Bitranslator.net është kjo. Është kjo ndërfaqe që shkon tek projektet edhe mund të shtojmë një projekt të ri, të importojmë, ose mund të shkon tek një projekt ekzistues, për shembull tek KD, tek Gcompris, meqense është projekti në fjalë, domethënë që jemi në diskutimin e sipër, ku e kemi Gcompris. Është poshtë. Po. Edhe tek përkthime shqip, edhe disa nga këto gjuhë që do t'i heq sepse nuk përdoren. Do lë vetëm anglishtën dhe frëngjishten edhe kaq, edhe shqipen. Po. Sa më shumë, më shumë.
Dhe këtu për shembull mund të e kisha lënë edhe gjermanishten edhe Okej. turqishten nëse ban. Po e lëm edhe turqishten, s'ka problem. E dim se kjo G-Compris ka shumë tekst brenda, ka shumë fjali, ka shumë shembuj nga natyra, nga jeta e përditshme. Edhe mënyra se si kanë përkthyr, se nuk është pra përkthimi i programit, është përkthimi i kontekstit të programit më tepër. Kjo G-Compris është si program edukativ. Po. Jo, e kam parë, G-Compris është shumë e mirë, për fëmijë është shumë e mirë. Po, okay. Tani nëse shkojmë tek dashboard i një projekti, që në këtë rast është KD, G-Compris edhe gjua albanian. Këtu çfarë mund të bëjmë? Mund të bëjmë shumë import translations. Dhe këtu hedh një skedar ose disa skedar, po. Me përmbajtësën po. Dhe nuk ka rëndësi struktura e skedarëve, siç kishte rëndësi kur krijonim një projekt. Për shembull, Dashamir? Po. Të humbi zani. Jo, po hapja diçka. Pra, nëse duam të importojmë një projekt, këtu thotë që do të kemi dy direktori të paktën, një direktori pod dhe nga një direktori për secilin gjuhë, për shembull SQFR. Në rastin tonë, një direktori dhe struktura e tyre duhet të përputhet. Domethënë, struktura e skedarëve pod duhet të përputhet me strukturën e skedarëve po. Kur importojmë një projekt. Dhe kur nuk ekzistojnë këta skedarët pod, siç është rasti i KDS, që nuk i ka skedarët pod, thjesht mund të bëjmë një kopje të skedarëve pod. Edhe ajo do marri vetëm ato fjalit anglisht dhe nuk i merr e trajton si skedar po, ato dhe merr vetëm fjalit anglisht nga ajo. Tani shumë mirë. Kjo është kur importon një projekt të ri. Kurse këtu është kur importohen përkthime, kur importohen disa përkthime dhe këtu nuk ka rëndësi struktura e skedarëve po, mund të jetë shumë strukture. Dhe ajo thjesht merr ato përkthimet që janë aty dhe nëse ai përkthim nuk ekziston, e shton si përkthim të ri. Nëse ekziston, e shton si një votë të re, sikur sikur ky përdorues që po importon këtë skedar, domethënë mbështet këtë përkthim, domethënë i shton një votë atij përkthimi, nëse ekziston. Domethënë këtë mund ta përdorim për kthyes të ndryshëm, import translations. Që punojnë në këtë projekt. Dhe export project, dhe kjo është export translations. Dhe këtu, nëse duam të bëjmë export, ka disa mënyra eksporti. Export the most voted translations. Ato që kanë më shumë vota dhe që kjo ka funksioni mirë. Po. Mund të hapsh atë lista tjetër shoh se çfarë kriteri të tjera ka? Po. Jo, desha ta tregoja këtë çfarë do thotë kjo most voted translations. Për shembull, shkojmë këtu tek këto përkthimet e G-Compris. Për shembull, shikojmë këtë rastin këtu. Kemi një përkthim edhe një përkthim tjetër, që kanë shtuar unë për prov. Ky ka dy votues ose dy mbështetës, që është Besniku edhe Agroni. Ky ka një. Atëherë ky që ka dy del në krye. Edhe këto që dalin në krye janë përkthimet që eksportohen. Kur thotë most voted, domethënë që kanë më shumë vota. Po shumë mirë. Export the original translations that were imported. Domethënë nëse do të eksportosh ashtu siç ishte importuar projekti. Domethënë pavarësisht nga votat, ti do të eksportosh atë përkthim që u hodh në program ose në sistem kur importuar projekti. Kjo është interesante. Prefer translations voted by me. Domethënë, nëse unë i bëj eksport, nuk ka rëndësi se ky përkthim ka 2 vota dhe ky ka 1. Ky është përkthimi, domethënë këtë kam votuar unë, kështu që ajo do nxjerrë atë përkthim që kam votuar unë. Nëse unë nuk kam votuar, për shembull në këto raste që ku s'kam votuar, atë do nxjerrë atë që kam shumë përkthime, më shumë vota.
Dhe pse është interesante kjo? Do ta shpjegoj pak më vonë. Po, e kuptoj pse është interesante. Sepse ta zëm se është besniku do ta përdorte këtë sistem. Edhe besniku e ka përkthyer këtë programin G-Compris. Unë tani them që ky përkthim është më i mirë. Bashkë me mua bën edhe një 5 veta të tjerë dhe thonë që ky përkthim është më i mirë. Besniku s'është dakord. Besniku thotë që përkthimi im është më i mirë. Atëherë mjafton që besniku të thotë që preferred translations voted by me, edhe ajo do eksportoj gjitha ato ashtu që ka votuar besniku. Ose nëse besniku mendon që ky përkthim është i mirë, atëherë besniku e klikon këtë, e voton këtë përkthim dhe atëherë ky është përkthimi që do eksportohet. Shumë mirë. Dhe ndërkohë, nëse unë bëj një sugjerim, për shembull, këtë sugjerimin e bëra para 1 ore ose 2 ore, besoj që atë erdhi mesazhi? Erdhi, ja. Ashtu, ja, këtë do ja thosha që kur dikush sugjeron një përkthim, atëre ata personat që kanë votuar këtë përkthim, sigurisht edhe personi që e ka shkruar, njoftohen automatikisht me email. Dhe pas njoftohet me email, ai mund të vite ky përkthim dhe të shikojë nëse sugjerimi i bërë është i mirë ose është i pranueshëm ose jo. Edhe ta ndryshojë mendjen e tij në lidhje me përkthimin, ose të mbahet mendje që tjetër. Domethënë kjo ndihmon atë bërjen e sugjerimeve. Pasi janë bërë këto sugjerimet, dhe sugjerimi që bëj unë e rishikon përkthyesi, sepse ai është përgjegjës për ato përkthime. Nëse ai e aprovon, thjesht i bën një votim këtij përkthimi. Edhe në fund fare, për shembull, pas 1 muaj ose pas 3 muajsh ose pas 6 muajsh, kur mbaron ky procesi i rishikimit, ai bën eksport këtyre përkthimeve, duke bërë gjithmonë ato. Dhe eksporti është një skedar po. Edhe ky skedar po do hitet në sistem edhe me SVN, domethënë në sistemin e KDE-s, edhe me SVN do shkoj tek KDE-ja. Domethënë kjo kështu supozohet që të funksionojë. Ja, aty, nëse folëm herën e kaluar për këtë, KDE-ja faktikisht nuk lejon që të dërgohen këto përkthimet pa u kompiluar në KDE. Dhe duhet të kompilohen të shihen për shkak se e di çka është problemi. Problemi më i madh është se KDE përkrah futjen e variablave brenda këtyre përkthimeve. Edhe nëse ka disa programe që këtë farë funksionin get text që kanë për zavendësimin e teksteve brenda në program, nuk e kontrollojnë se a janë zavendësuar variablat apo jo. E nëse mungojnë variablat, atëherë nëse është për shembull një program, kompilimi do të dështojë edhe pastaj ata e gjithë KDE-ja do ngritet në kam do thosë se kush e bani atë, kush e prishi këtë kompilim, se ata kur nuk futin në SVN diçka që është e pa kompilueshme. Dhe nëse ka diçka problem me njëherë bëjnë ashtu revert e heqin. Po nga një herë shkon dikush e fut atje një përkthim, edhe kalon për shembull 3-4 orë apo ndoshta edhe një ditë kalon, nuk e dallojnë e pastaj kur fillojnë gjithë të kompilojnë atëherë e shohin që nuk kompilohet pas ka gabime dhe bëhet problem i madh, edhe se ndalet puna gjithkujt. E kuptoj, po. Jo, shumë mirë kanë atë. Këtë nuk e di pse nuk ky besniku i kam thënë atij në disa ligje që KDE nuk pranon pa e bërë këtë kompilimin e verifikimin se ata kërkojnë që ta kompajlosh edhe ta shikosh programin, se ti nëse mirë e kompajlon një herë, ndoshta kalon kompilimin. Po pastaj duhet ta lëshosh programin, ta aktivizosh, të shohësh se a kanë marrë efekt, a kanë hyrë në funksion ato që e ke bua, apo ka prish diçka tjetër. Ai besniku nuk pranoi ti bëjnë ato, tha jo, duhet jetë kjo punë e thjeshtë, të ti përkthejmë ti dërgojmë atje. Jo, nuk lejon KDE ashtu. Nëse e merr përsipër atë punë, atëherë ja, lirisht, bëru edhe kryetari i KDE-s. Po. Po
nuk dua që shqiptarët të kenë emër të keq që se atje me si presin ata tjerë të na shajnë neve. Duhet që të bashkëpunojmë, se besniku ndoshta nuk e di se si bëhet kompilimi i KDE-s. Asu nuk e di si bëhet kompilimi. Ose edhe mund ta mësoj, po pse ta mësojnë kur ti ta bësh kështu? Kur mund ta bësh ti. Edhe kështu që ti je personi që i merr, i kompilon edhe i verifikon që janë në rregull, edhe i hedh në SVN, në sistemin e KDE-s. Drejtën me thënë është mjaft vështirë vetëm ta mbajsh ti sistemin të gatshëm për kompilim për të KDE-s. E din se ti unë për shembull nuk do ta përgatis një kompjuter për kompilimin e KDE-s secilën herë që del një version i ri. Jo, një herë i kam bërë gjithë ato me makefiles, me kompilera, me këto gjëra që duhen për me kompilu KDE-n, i kam bërë bashk, i kam fut në një folder të caktuar edhe aty i mbaj. Pastaj duhet të përkthej vetëm me SVN update, e përkthej kalon mirë, nuk kalon atë duhet ta gjej problemin. Po vetëm se nuk kam kohën që jo vetëm unë, po askush nuk do ketë kohë për shembull që të filloj përgatitjen e sistemit për kompilim të KDE-s secilën herë që duhet që përkthehet ndonjë skedar. Është e pamundur. Duhet bëj një herë në muaj të paktën ose një herë në 3 muaj ose diçka e tillë. Po, vetëm se më merr mendja që besniku edhe përkthyes tjerë nuk janë të interesuar të miren me përgatitjen e si më thënë, environment, to set up the environment për kompilimin e KDE-s, ata më tepër janë të interesuar që të bëjnë përkthime. Dakor, po ato përkthime dikush në mos besniku, dikush duhet që ti testoj. Domethënë që a kompilohen. Patjetër. Dhe nëse besniku nuk është i interesuar, mund ta krijoj unë edhe ti një environment edhe t'u japim akses që ta kryejnë me disa komanda, me këtë komandë, me atë komandë. Në një farë mënyrë të zgjidhur, po. Jam të mendu në atë drejtim, edhe faktikisht më ka dhënë ideja pas një program që ishte për menaxhimin e sistemeve virtuale, ishte Proxmox, as ishte diçka. Që të lejon të krijosh me këto me maqina virtuale në një kompjuter dhe të menaxhohet komplet online kështu. Më shkoi mendja që edhe këtë setup ta bëj në si maqinë virtuale dhe të jetë online që edhe të tjerët të kenë qasje. Po nuk kam përvojë. Po, ndoshta edhe me Docker mund të bëhet. Do të thënë, ndërtosh një Docker container që kompilohet brenda saj kompilohet KDE-ja. Edhe në fund sheh nëse doli me sukses ose jo kompilimi. Po ashtu diçka duhet ta gjej një zgjidhje. Duhet ta gjej. Se dua të bëj 2-3 qëllime bashk, për shembull në të njëjtën kohë më duhet edhe si cloud service, diçka që unë mund të krijoj sisteme operative të reja që jap IP adresë të jenë online, e kupton? Sikur që është kjo në Google Cloud që bën ti i këto instancat e kompjuterave, sisteme operative që i lëshon. Ashtu diçka ishte e ngjashme, po nuk kam përvojë me të dua të ushtroj pak me të provoj. Ndoshta mund të bëjmë edhe një sistem si ky Guacamole që kam instaluar unë, edhe ta përdorim për kompilimin e KDE-s. Edhe për ndonjë gjë tjetër, po kompilimin e KDE-s me përkthime të shqip. Edhe aty edhe të shihet. Ja për shembull, nuk e di nëse mund ta instaloj Gcompris për shembull. Do ta sjell tër KDE-n. Ashtu thua? Ta provojmë. Qenke në GNOME? Ja, po, në GNOME, në Linux Mint, po. Ja, do ta sjell tër KDE-n, se ka varësi të KDE-s. Ta shohim një ta provojmë. Nuk jam si administrator, nuk
Megjithatë besoj që mund të bëhet domethënë. Okay. Të ta tregoj edhe se si bëhen këto me komanda këto import project, import project, export. Po. Atëre, BitTranslator e kam këtu tek direktoria. Urdhë? Unë do kaloj në një dhomë tjetër këtu se. Po. Atëre, po filloj. Okay. Këtë BitTranslator e kam në këtë direktorin var.ds.bittranslator.org. Edhe ky është një kontejner, domethënë është instaluar i gjithë sistemi brenda një kontejneri dhe për të hyrë brenda këtij kontejnerit unë shkruaj ds shell dhe hyj brenda kontejnerit. Ky kontejner është Docker kontejner, po unë e kam organizuar në mënyrë të tillë që të jetë si një makinë virtuale e lehtë. Dhe këtu nëse unë instaloj Secure Shell mund të jap akses që ty është direkt brenda këtij kontejner, domethënë pa hyrë tek sistemi host që e hoston këtë kontejner. Docker. Po, atëherë shkoj tek direktoria btr ku është instaluar aplikacioni. Këto janë skedarët e Drupal 7-ës, domethënë që është aplikacioni i BitTranslator. Drupal 7 ka një komandë që quhet drash, Drupal shell. Dhe kjo përdoret për t'i dhënë komanda ose për ta menaxhuar atë aplikacionin me anë të komandave. Që nga via shumë për të ndryshuar konfigurimet, për të dhënë komanda të ndryshme kështu me radhë. Nëse jap pa asnjë opsion, atëherë më jep listën e komandave. Edhe ka shumë gjëra që ose shumë komanda që mund të bëj. Tani këto komanda janë të organizuara në disa si tip kategori. Nëse unë i them drash filter baraz me user, atëherë më dalin komandat e kësaj kategorie, kategorisë user. Edhe janë disa komanda, për shembull drash user information help. Edhe kjo ç'a merr si argument kjo? Merr si argument një email adres të një useri ose një username ose user ID, edhe jep informacione të rëndësishme për këtë user. Informacione. Më të don disa informacione, jo shumë të rëndësishme. Për shembull, po e provoj user information. Bill Gates. Jo, nga përdoruesit e regjistruar, në këtë sistem. Domethënë e pash Bill Gates aty, që ka ishte Bill Gates. Bill Gates është drejt si shembull. Jo, s'ka Bill Gates. Shembull, një nga përdoruesit është Dashamir Hoxha, shembull, një është Agnon Selime, ata që janë të regjistruar tek BitTranslator. Shembull, po jap adresën email. Edhe më thot, ky ka këtë user ID, ka këtë username, email, e kështu me radhë. Është contributor, moderator, translator, user status aktiv. Po jap për shembull adresën tënde. AS 990 2613 Gmail. Edhe nëzori, user ID 13, Agron Selima, e kështu me radhë.
Tani, ajo që tham ne drash filter më përpara, një kategori komandash është BitTranslator. Këto komanda drash I kam shtuar unë, domethënë janë të aplikacionit që kam vënë unë dhe export PO files from DB. Po. Atëre, është kjo komanda btr project add ose BitTranslator project add që mund të shkurtohet edhe kështu, si shortcut, si komandë e shkurtër, po kjo më gjatë është më e mirë, them. Për të fshirë një projekt, delete, për të bërë diferenca, pastaj project export, project import. Shumë po jap një herë, po shikoj një këtë btr project list që të listoj. Kjo project add është si ajo importi I projektit që bëhet nga ajo interfaqja. Po shikojmë një këtë komandën btr project list. Okay. Se cila pas ka helpin e vet, ha? Shumë mirë. Po, sepse ndryshe asun nuk I mbaj mend se ç'a opsionesh ose ç'a argumentash duhen dhënë, në ç'a radhe e kështu me radhë. Atëre kjo ka po shikoj këto shembuj, domethënë jep një origin edhe një projekt. Dhe kur I thua emrin e projektit, për shembull mund t'japësh edhe me wildcard. Po. Edhe po e provojmë për shembull drash. Kjo është komanda e shkurtuar. Është një lloj si btr project list. Edhe btr list. Origjina është si punë kategorie, domethënë nga vijnë këto projekte. Po. Ky është emri I projektit, po I them për shembull G edhe përqindje. Edhe kjo nxjerr G-Compri, Granatier, gjitha që fillojnë me G për shembull. Domethënë që përqindja këtu qenë ka sikur ylli që e përdorim yllin në është wildcard për file, ja. Po, edhe arsyeja është sepse këto në fund kthehen në komanda SQL, edhe në SQL kjo është si wildcard, nëse ke punuar me SQL. Punoj shumë me SQL. Po tashmë si e përmendëm, më njëherë më shkoi mendja te SQL injection. Jo, injection është. E bën sanitize? Çfarë? E bën sanitize, për shembull, nëse them unë këtu. Po. Kështu, a mund të shkruajmë? Po, shkruaj. Jo, nuk shkruan. Vetëm pak. Të kaloj në big blue button. Vetëm pak si ishte. Po. Okej, këtu. Po. Kështu, edhe e thuash drop table, apo cila do tabel është. Ose për shembull kështu, show tables. Po. Ndoshta ekzekuton edhe një komand tjetër, po ndoshta nuk të provojmë. Po, mund t'i vësh me thonjza, po sepse këtë pikpresjen e merr ajo shelli, e interpreton shelli. Mund ta vësh me thonjza. Mirë e ki. Okej, unë kur nuk do ta bëj këtë. Normale. SQL injection. Nëse bëjmë me akurate vetëm se nëse jap dikujt tjetër. Po, këto unë nuk I kaloj këto argumentet direkt në komandë SQL, po I kaloj nëpërmjet moduleve të Drupalit. Edhe Drupali I bën sanitize, domethënë vetë. Nëse atyre u ka shpëtuar në një gjë, edhe mund të ketë shpëtuar, por që në përgjithësi janë pak a shumë të sigurta, sepse unë nuk e ndërtoj vetë SQL-ën edhe ta ekzekutoj, po e ndërtoj SQL-ën nëpërmjet të strukturave që ka Drupali edhe ato e ekzekutojnë pastaj. Dhe kam besim që ato I bëjnë një farë sanitize ose një farë kontrolli, kështu që. Po. Shumë mirë. Po, kjo është lista e projekteve. Tani ta zëm se duam të shtojmë një projekt të ri. E para ta shikojmë atë se si përdoret komanda, drash, Ctrl+C.
dash better add help. Atëre Turtle. po, si shembull, po, këtë kam përdorur në fillim, domethënë këtë kam përkthyer këtë. E di, pastaj kur e kam pa këtë K-Turtle që ke bati, pastaj unë mësova djalin. Thash djali ta mësoj K-Turtle. Po. Dhe kjo ka këto argumenta, origin, projekt edhe path. Pathi është direktoria ku ndodhen skedarët po. Domethënë në këtë rast për shembull origin KD, unë mund ta bëj për shembull origin test ose origin Dasha Hoxha ose Dasha, po edhe Dasha për shembull ka. Dhe si projekt, po fillimisht po gjej një direktori që ka skedar po. Kjo direktoria host, megjithëse ne jemi brenda këtij Docker container, kjo direktoria host është share me hostin që ku ndodhet ky container. Domethënë gjërat që ruhen aty, edhe nëse containeri fshihet, ngelen prapë në server. Është si pjesë e përbashkët, domethënë share midis Docker container edhe hostit. Dhe po gjej ku i kam disa skedar po të shkarkuar. I kam këtu tek po files. Tek KD-ja po shkoj prap. Se që messages. Prap tek Gcompris po shkoj, po do ta importoj me një emër tjetër. I njëjti projekt po me emër tjetër. Pavarësisht se është i njëjti projekt. Pra janë këto skedar. Atëre i them këtu dash better project add. Tani kishim originin po ja vë Dasha për shembull, Dasha, edhe emri i projektit ose po ja vë test. Se do ta fshim në fund, nuk ka rëndësi. Dasha test dhe pastaj këta faktikisht duhet ishin skedarët pot këtu. Edhe skedar, kjo do t'i marr sepse këtu po krijohet një projekt bosh, pa përkthime, vetëm struktura e projektit. Megjithatë, unë pa përdor të njëjtët skedar, po, sepse nuk ka rëndësi, ajo i injoron përkthimet dhe merr vetëm atë pjesën anglisht, mesazhin anglisht, dhe kjo krijon një projekt. Tash çka bën kjo? Kopjon të gjitha këto skedar në një lokacion tjetër, a? I hedh apo vetëm i fut në database? I fut në database dhe njëkohësisht krijon edhe atë skedarin krijon edhe projektin. Krijon, domethënë të dhënat brenda databazës për këtë projektin. Tani pra këto i importon si skedar pot. Tani duhet që të importojmë edhe përkthimet e një gjuhë. Për shembull të gjuhës shqipe. Ose të njëjtën, edhe një herë mund ta importosh të njëjtën, apo vetëm tash. Po, mund ta importojmë të njëjtën, vetëm se është një projekt, është një komand tjetër, jo project add, po do të jetë translation add ose diçka e tillë. Dash filter base bit translator. Jo project add, jo project delete, jo këto me div, export import, jo list, jo snapshot, jo. Këto janë vocabulary, s'kan lidhje këto, është kjo vote import. Faktikisht kjo thot bulk import of translations and votes. Do të thonë që edhe përkthimet edhe votet. Pra është kjo vote import. Atëre dash
Kjo merr gjuhën edhe pathin po. Por kjo ka edhe një opsion user këtu, sepse të kujt janë këto përkthime, janë të një përdoruesi. Pra e ka si ta nxjerrim edhe një helpim. Bulk import of translations and votes from PO files. The option user is required because it declares the author of the translations. Pra personi që po i importon, do të thonë cili përkthyes i ka bërë këto përkthime. Përkthimet e kujt janë këto? Shumë mirë. E si e vendosi votimin në PO file? Ja ta bëjmë këtë komandën, atëherë kjo merr user, gjuhë, edhe këto skedarët e përkthimit. Si skedar përkthimit do përdorim prapë ato që ishin, atë nxjerrim këtë komandën më lart të Gcompris, por si user do përdorim për shembull komanda është btr vote import. Po, vote import ose kjo alias btr vote që është këtu. Po, kemi opsionin user dhe user për shembull po e vendos Agron Seliman. Nga gjeta këtu në gjeta duke parë ato detajet, nëse nuk e di, domethënë emrin e përdoruesit, duke parë detajet me atë komandën e përdoruesit. Po normalisht ti duhet të dish shumë që ky është Agron Seliman, ky është Doshami Hoxha, e kështu me radhë. Dhe gjuha, po vendos edhe gjuhën SQ. Edhe direktoria ku ndodhen skedarët që do importohen. Tani ne i bëjmë direkt këto importimet, po nëse do bënim atë ndërfaqen web, ajo do thoshte që u fut në queue, u fut në radhë, pastaj do njoftosh më vonë pas një ore do thosh do dërgonte mesazh që importimi u krye ose kështu me radhë. Mendova se ajo bëhet vetëm përmes browser. E këtu do bëhet menjëherë. Në command line. Këtu jo, ajo nuk bëhet përmes browser futet një request në queue, në radhë. Edhe vjen një moment që ekzekutohet një cron, për shembull një herë në orë. Edhe ky cron e ekzekuton këtë request. Edhe ajo request ekzekuton një komandë si punë e kësaj, për shembull. Vetëm se aty duhet të presësh 1 orë, 2 orë derisa të vijë rezultati që u krye apo s'u krye, kurse kur e bën me komandë del menjëherë, del direkt. Menjëherë. Okej, mirë. Tani janë duke më portuar këto, tani ta shohim një herë atë projektin që krijuam. Shkojmë një herë tek projects. Ajo ka edhe një farë keshi kjo, dhe ndoshta nuk i shfaqim me njerëz, ndoshta duhet të shfaqet edhe Dasha, ose megjithatë po e provoj kështu direkt këtë. Tani në vend të kësaj KDE do vendos Dasho që ishte origjina. Dhe në vend të kësaj Gcompris do vendos test, sepse kështu ja vun emri projektit test. Ndërkohë se di mbaroj kjo, po mbaroj importimi këtyre. Ka nxjerr disa warning, sepse disa mesazhe që importohen janë shumë të gjata, janë mbi 1000 karaktere të gjata dhe ajo i ignoron ato përkthimet ose stringjet që janë mbi 1000 karaktere. Sepse struktura e databasës e ka parashikuar që përkthimi është ka këtë madhësi. Domethënë më pak se 1000 karaktere. Nëse është më i gjatë se 1000 karaktere, atëherë ajo nuk e merr atë, nuk e fut në databazë. Edhe vetëm thjesht nxjerr këtë warning.
Shkojmë tek. Kjo j'ai compris ka përkthime shumë të gjata. Kishte disa, po, disa e kalonin edhe mbi 1000 karaktere, më që nuk i pranonte. Ishin një 2-3 më duket. Pastaj ato të tjerat kanë qenë në atë limitin e lejuar. Tani kjo është duke punuar akoma sepse çfarë nxori këtu. Na nxori këtë projekti Dasho test sepse kur e hapën e para bën edhe këto llogaritjet, sa janë të përkthyer, sa janë të papërkthyer e kështu me radhë. Tani nëse shkojmë tek këto vargjet, faktikisht duke qenë se ky stringu është i njëjtë me atë të projektit tjetër, ato votat janë ruajtur, edhe përkthimet edhe votat janë ruajtur. Domethënë që këto janë, pavarësisht se besniku nuk ka shumë në këtë projekt, janë të njëjta me atë projektin tjetër, kështu që nëse ky stringu është i njëjtë me një projekt tjetër, atëherë përkthimet janë të përbashkëta, domethënë i nxjerr përkthimet e atij projekti. Ktu, njëkohësisht edhe votuesit i nxjerr këto. Domethënë ky është një projekt tjetër, po duke qenë se i ka të njëjtat përkthime me atë projektin ekzistues, këtë j'ai compris, dalin edhe përkthimet edhe votat. E kam një pyetje pra për këtë situatë. Po. Një fjalë në një projekt mund të ketë përkthimi i asaj mund të ketë më shumë vota, apo njëri përkthim, apo njëri sinonim, mund të ketë më shumë vota në një projekt, kurse për të njëjtën fjalë në projektin tjetër mund të përdoret një tjetër sinonim me një numër tjetër votash. A është e mundur kjo? Shiko, këto janë, domethënë, nëse vargu është i njëjtë në të dyja projektet, atëherë përkthimet janë të përbashkëta. Domethënë, përkthimet e një projekti bashkohen me përkthimet e një projekti tjetër. Për shembull, po ilustroj me një shembull. Për shembull, shkojmë këtu tek search, këtu kërkoj për file, për shembull. Ose prit ta shohim çfarë kemi këtu. Kjo fjalë, jo, është search brenda këtij projekti. Ndoshta, nuk e di. So, kërkoje family. E ka family. Ky është search brenda këtij projekti. J'ai compris që test që implementohet tash. Po, family. Mirë shkruajt apo? Po mirë. Okej, doli kjo familje, po me sa duket nuk ndodhet në projekte të tjera kjo. Ja, edhe këtu tek ja, për shembull, kjo të tregon se në çfarë projektesh këtu, nëse klikon këtu te detajet, tregon se në çfarë projektesh ndodhet kjo fjalë. Dhe ndodhet në këtë j'ai compris dhe Dasho test. Besniku e pas ka po këtu para 3 orë. Jo, para 3 orë i kam hedhur unë ato përkthimet e besnikut. Siç po i hedhim tani këto, siç po hedhim këto për shembull. Po, kuptova. Me këtë komandë, për shembull, thash user Agon Selima e bëra user besnik leta edhe i hodha. Për shembull, nëse unë e bëj tani user Dashamir Hoxha, atëre do t'i marr do vë votën time të gjitha ato përkthime atë. Nuk ka problem. Vetëm se kam frikë se do ketë një shpërthim njoftimesh apo jo. Jo, kur e bën me import nuk njoftohet, nuk dalin njoftime, jo. E kam menduar këtë gjë që para tani nuk kujtova. Domethënë, nëse klikon atje tek ndërfaqja dhe jep një sugjerim të ri, atëherë njoftohen ata personat përkatës, janë të përfshirë në atë përkthim. Po nëse i bën me import, sepse ti me import mund të importosh 5000 vargje, siç po importojmë ne tani, 5000 fjalë, atëherë nuk dërgojnë njoftime në këtë rast.
se s'ka kuptim të dërgosh 5.000 njoftime. Google do të bëj me një herë, do të shejoj ty si kur që bën spam. Po. Unë kam serverin tim SMTP për të dërguar mesazhe, nga që Google kishte limitime, për shembull nuk mund të dërgosh më shumë se 2000 mesazhe në muaj, për shembull, ose gjëra të tilla. Edhe unë kisha disa programe që dërgonin kështu njoftime, edhe e arrinte shumë shpejt atë limitin, edhe u detyrova që ndërtova një server email për të dërguar njoftimet. Shumë mirë. Atëre po e ulim këtë. Atë shkojmë një tek dashboard. Shkojmë tek këto target. Shiko tani. Tani ka shtuar Dashami Hoxha të gjitha ato. Aha. Sepse i thashun që shtoj këto si Dashami Hoxha, i thash. Aha. Edhe meqense ekzistonin këto përkthime, në vend që ta shtonte si përkthim të ri për shembull, thjesht shtoj një vot nga Dashami Hoxha te ky përkthim ekzistues. Shumë mirë. Tani mund të provojmë edhe një eksport. Të provojmë një eksport? Yeah. Këto janë pak si komandat gjata në fillim, po nëse ose i mbash një ose krijon një skript të vogël, mund t'i menaxhosh kollaj. Se edhe unë si mbaj mend, edhe unë do të shikoj një helpin si përdoret kjo komand për t'i përdorur tamam. Po nëse i përdor shpesh, mund të krijosh një skript ose diçka të tillë. Okay. Project export the profiles of a project from the DB. Atëherë kjo duhet të jetë, themun, project export. Përveç kësaj project add, kishim edhe këtë import. Kjo ishte për gjuhët, para se të shtoja ato. Po. Nuk ka rëndësi, e njëjta gjë, po. Import shton ato gjuhët, domethënë kjo krijon strukturën me skedarët pot, kurse kjo shton skedarët po, importon skedarët po të një gjuhe të caktuar. Okay. Atëre export, ta shohim si përdoret kjo export. Eksporton skedarët po të një projekti nga databaza. Edhe janë disa mënyra eksportimi, most voted, preferred. Janë përkthtimet që janë votuar nga një përdorues i caktuar ose nga një grup përdoruesish. Mund të japim një listë me përdorues që them më shumë, unë jam përkthuesi i këtij projekti, që jam përgjegjës për përkthimet. Por ama edhe kam besim të ato përkthimet e Agronit shumë. Kështu që nëse e ka votuar Agroni ose nëse ka votën time, atëherë eksportohet këtë përkthim. Këtë përkthim. Edhe shumë mirë. Kjo që ka diçka e mrekullueshme. Se ideja që kam është që ekipa në Facebook janë këto grupet gjuha shqipe drejt shkrimore, gjuha shqipe çka janë ato grupe që këta gjyktarët mirën më tepër, Po. Edhe kam qefun e mi inkuadru edhe ata për shembull në këtë rast kur për shembull e kishe ti sot në mëngjes shumë ishte një shembull i mirë log. Njëri përkthim ishte si trung i drurit, i pemës, edhe tjetra ditar. Edhe tash nice, ajo është mirë, është puna e kontekstit, po vetëm se ka raste të ngjashme që për shembull shqiptarët sidomos në atë Kosovës kemi problem me a vjen në fund të fjalës kur është shumës apo kur nuk është shumës apo edhe tash një gjyktar, tash një gjyktar
mundet me na korrigju neve, edhe ne gjithmonë jemi me votu, me thonë, okay, kjo fjalë është më e përshtatshme në këtë kontekst, po aty mund ta kemi versionin që është me edhe pa Kupton? Pastaj nëse gjuhëtari është i vetëm, ai mund të votoj vetëm një herë, ai mund ta ketë vetëm një vot, po ai duhet të jetë i preferuari, a? Po. Kundër 10 përkthyesve tjerë, se për shembull 10 përkthyes 5 kanë votuar për njërin fjalë, 5 për fjalën tjetër, kurse ky i preferuari ndoshta voton vetëm një fjalë të tretë që është gramatikisht e saktë. Po. Shumë e mirë kjo. Preferred. So, për me bë dikon të preferred, japet atij edhe ndonjë autoritet tjetër si moderator apo diçka, apo vetëm mund të jetë preferred dhe përdoruesi i zakonshëm, pa privilegj. Mund të jetë përdoruesi i zakonshëm, mjafton që të ketë të drejtën e votës edhe të ketë votuar një përkthim, ose të ketë sugjeruar një përkthim të ri. Ti thua që përkthimet që janë votuar ose që janë sugjeruar nga ky përdorues, atëre janë të preferuara, pavarësisht ato të tjerat mund të kenë më shumë vota. Po. Mund ta bëjmë një provë ne, ja ta shohim edhe një herë si përdoret ajo komanda. Okay. Një sekundë, s'po e kuptoj se ku është export mode. Origin duhesh dasho, projekti ishte test. Po. Janë këto, pra duhet përdor dhe një nga këto opsione. Ai është që nga domosdoshme, a? Jo, nuk është. Jo, edhe një herë. Pra, nëse nuk e fare, është kjo must voted si default, nëse nuk jep asnjë nga këto opsione. Nëse jep këto opsionin user, ose nëse jep preferred voters, atëherë do të japësh edhe një listë me usera në këtë rast. Në këtë rast është një listë, në këtë rast është një përdorues. Domethënë do të japësh një emër përdoruesi, në këtë rast do të japësh një listë me emra përdoruesish. Për shembull, po japim edhe një herë të komandën export ne, po nuk na ecë herën e parë, nuk e di pse s'na ecë. Atëre ta japim në fund këtë preferred voters, edhe pastaj baras, pastaj them me që se thot comma separated, list of the preferred users, them diçka e tillë do të jetë, besoj. Do të thënë emrat e atyre votuesve të preferuar të ndara me presi. Po. Vetëm se nuk e di pse s'po na funksionon ky eksporti, do të ketë diçka. Po provoje pa këtë parametrin e fundit, vetëm le të eksportoj. E provova edhe pa atë dhe nuk na zori gjë, nuk. Po askush nuk ka votuar preferred voters. So, domethënë Alo? Po. Jo, po të dëgjoj Agron. Pata një thirrje telefonike në këtë farë. Dëgjusë. So, domethënë dikush me thënë drejtën unë i kam harruar, domethënë se si ashtu tamam mund të ketë ndonjë gjë që nuk funksionon edhe duhet rregulluar, domethënë. Po që po ta shikoj, sepse unë edhe po se dita e kërkoj në kodet e gjithë se si bëhet edhe shoh. Nuk ka shpejt s'ka mundësi, domethënë nuk kanë nxorë gjë. Duhet të nxjerrë ata skedarët po, domethënë ata skedarët po që futun, do të na ishte nxjerrë, po direktoria është bosh aty.
do ta shoh se si funksionon. Ka diçka që nuk ecën për momentin. Se kur e lë pa përdorur, ndodh ndonjë gjë edhe ti se vëre, domethënë. Po. Okej. Tash mirë, kam një pyetje kështu, mua po më intereson me mbyll këtë ciklin e punës. Për shembull, unë do t'i marr ashtu zakonisht i marr, unë kam në kompjuterin tim i bëj SVN update gati çdo orë. Ato skedar do t'i marr edhe do t'i bëj import project këtu për KDE. A kam nevojë me bë ato, apo se ti një herë përmendë the se ky sistemi yt do ta marr nga KDE, nga vetë KDE, ato web SVN që është, nga atje do t'i marr këto skedare. Është ajo punë automatike që bëhet? Ajo është automatike. Po, është automatike dhe kemi edhe një direktori këtu që ta tregon host. Po tash dua ta kuptoj se a do më pengoj ajo mua apo unë duhet të përfitoj nga ky funksion diçka? Po nëse unë t'i jap akses në server, atë ti mund të përdorësh kjo është një direktori SVN, kjo. Okej. Edhe tash kjo është me ndonjë cron job i merr bëhet update nga web SVN? Jo, nuk bëhet me cron job, bëhet kur unë instaloj programin ose kur e riinstaloj, sepse Docker bëhet update shpesh edhe duhet riinstaluar. Kur e riinstaloj, i jap një script që bën update këto, i merr nga SVN. Tani unë e kam harruar, kam punuar me SVN, po e kam harruar. Si mund ta kontrollosh ti, për shembull të marrësh versionin e fundit këtu? Bëre SVN space status. Po. Provoj një herë, nëse mund të shkruash. It's not a working copy. Pse kështu e kam fshirun apo mos është status të gjuar shqipe për shembull apo jo? Nuk e di, kemi këto. Ose unë po të tregoj skriptin se si merren këto, se ndoshta e fshiun atë. Okay. So skripti marrja këtyre është mjaft e thjeshtë. Është pas kam harruar tash. E di çka? Po. Gjatë ditës e përdori Git. Këtë SVN e përdori vetëm me KDE. Asgjë tjetër nuk e përdori SVN më. Po. Jo, s'ka problem. Desha të them SVN clone, po nuk është SVN clone. Ja se do ta gjej shpejt atë. Se unë kam një script, një bash script që i marr automatikisht. Atëherë shkoj tek data. Këtu tek get i marr dhe këtu te import i importoj në database. Është kjo KDE, kështu. Wow, pas ke mandrivën. Nuk e kam çaktivizuar mandrivën, po në fillim kur e bëra, në para 10 vjetësh. Checkout. Po. Se vënë checkout edhe po shiko, unë marr vetëm të gjuhës, domethënë ajo direktoria SVN do të jetë brenda direktorisë SC, besoj. Ja ta provojmë edhe një herë. Yes, në KDE kemi messages që janë për programe edhe messages që janë për dokumentacione. Për shembull, gjithë ato help çka janë? Ato janë messages për dokumentacione, kurse në këto që ke marrë ti është për programe. So GUI edhe documentation e ka. So, ajo documentation që është me siguri nuk punon këtu për shkak se me të vërtetë ajo ka fjali shumë të gjata
Ja ku është kjo, pik SVN. Domethënë është brenda direktorisë SQ. Direktoria SQ është repository SVN. Edhe këtu mund të shkojmë SVN status. Edhe SVN checkout. Checkout ose nuk e di, mos ka ndonjë komand tjetër, për provoj një. Bën checkout, po duhesh me thonë path ku se checkout është kjo tani. URL. Jo, atëherë s'ke nevojë me bë checkout po. Bën update SVN update. Po, SVN update. Edhe tani kjo ka marrë versionin e fundit. Nëse unë dua ta importoj këtë version të fundit, atëherë prap përdor atë skriptin import. Shkoj tek ajo direktoria. So, do me thënë këtë komand duhet na vetë ta ekzekutojmë, nuk është kjo automatike me cron job. Jo, kjo është automatike. Po është automatike kur unë instaloj atë, po nëse ti do ta bësh update më shpesh, atëherë duhet të ekzekutosh atë skriptin që të tregova unë. Ja po e provojmë edhe një herë. Shkojmë tek data. Ja po e provojmë për rastin e KDS. Atëherë ls get KD. Atëherë kjo do bëj update tani. Këtë updatein që bëra unë. Vetëm se e bën edhe për këto gjuhë e tjera. Po ti heqim këto gjuhë e tjera ose ti paktoj të lë vetëm anglishtën, këtë frëngjishtën edhe gjermanishtën. Veç po më çudit që pse po vonon kaq shumë kjo apo vonon thua. Është normale. Kemi dy video streaming i kemi edhe ekranin share, domethënë 3 video streaming e ke. Jo, po ecën, mendova se kishte ngecur, po ecën. Po. Edhe këtë e bën për gjitha gjuhët që janë konfiguruar në këtë program. Po që janë pak shumë edhe janë të panevojshme, duhet t'i heq ca që të lehtësohet puna e programit, janë të panevojshme. Po, ato tjera ti përdorin vetëm si referencë. Për shembull, është një përkthim është i pak i dyshimt, jo apo i diskutueshëm, edhe e përdorim gjermanishtën, nalte shohim se si e kanë përkthy gjerman, si e kanë përkthy francez, si e kanë përkthy amerikan. Po, edhe këtu mund të bëhet. Për shembull, ta zëm se kemi një përkthim të caktuar. Për shembull, po shkoj te ky përkthimi këtu. Ja, nuk u bëka direkt këtu. Duhet ta ndryshosh këtu për shembull. Nuk kalon dot direkt në një gjuhë tjetër. Po veç këtu mund të këtu mund të kalosh te lista e përkthimeve në një gjuhë tjetër, po jo, do të jesh te dashboard, jo, nuk kalon dot direkt. Se kam bërë që të kalosh direkt në një gjuhë tjetër. Për shembull, nëse kaloj nga siç në FR, për shembull. Tregon përkthimin frëngjisht të pokti vargu, sepse ky varg pajsohet nga kjo ID, është e njëjtë ID-a. E këtij vargut anglisht. Ani shumë mirë që. Po nuk pas ka mënyrë të drejt për drejt. Do ta ndryshosh këtu tek ajo që nuk është e përshtatshme. Ta ndryshosh tek ruloja. Ani s'prishko. Edhe tani kjo i mori të gjitha këto, kemi tash kjo i mori vetëm pak, i mori përkthimet e reja nga KDE. Po. Tani çka u bë me përkthimet që i kishim të përkthyera? Për shembull, akoma nuk i kam marrë unë. Një sekond. Kjo bëri vetëm SVN update. Domethënë i mori, i hodhi në disk. Në database nuk janë hedhur akoma. Tani janë këto te direktoria import, janë këto skriptet që importon. Ato që u shkarkuan, ato versionet e updateuara të përkthimeve i importon në database. Dhe ato përkthimet ekzistuese ngelen si për shembull nëse ka qenë një përkthim i një fjale më përpara dhe tani është një përkthim i ri, po të njëjtës fjalë. Të dyja këto ngelen si alternativa. Nuk është ajo e fshin përkthimin e mëparshëm. Okej, shumë mirë. Ngelen si alternativa. Vetëm se nëse ajo ka pasur 5 vota, kjo fjala e re do ketë vetëm 1 vot, sepse sapo u importua dhe ka
Okay. Tash do me thonë, edhe nëse unë jam vonuar t'i marr këto skedar që janë përkthyer, e t'i dërgoj në KDE, nëse ky sistem ka marrë përkthime të reja nga KDE, jo përkthime të reja nga KDE, po përkthimet që janë bërë akoma nuk janë dërguar në KDE, përkthimet nuk do të shlyhen me këtë marrje të re. Po pastaj edhe pse kam mbet vonë, një javë për shembull, mund t'i marr këto përkthime e t'i dërgoj në KDE, në sinkronizimin e ardhshëm, ato do paraqiten, do vinë prap te ky sistem nga KDE. Tamam. Okej, shumë mirë. Ky është ai cikli që adin do isha të kompletohet se e të mos na prish punën për shembull. Adin për shkak se si mas kohët, kjo është punë vullnetare, nuk kam kohën e gjithmonë që jem gati për këtë punë. Shumë mirë, për mrekullim. Vetëm një gjë ka, nëse ndryshon struktura e skedarit pot, domethënë ishte një përkthim në një program, po u hoq ai përkthim, ajo fjali ose u ndryshua. Atëherë sikur edhe me një shkronjë të ketë ndryshuar ai teksti anglisht, domethënë, atëherë ai përkthimi i mbarshëm nuk e gjen më këtu. Domethënë këtu, domethënë pasi ke importuar ato të reja, përkthimi i mbarshëm ngelet me atë fjalën e vjetër, domethënë, nuk kalon tek e reja. Kuptova. Po është normale, se nuk e se si ta bësh. Ato localized dhe këta diun mund të bëjnë kështu përkthime të parafërta, mund të bëjnë parafrime, po kjo nuk e bën një gjë të tillë. So KDE ka filluar të vëj markera mbrana në këto gati për secilën fjalë që është në anglisht e vën një pound sign me një tekst aty, që më mirë të identifikoj lokacionin e asaj fjale. Po në anën tjetër ka për shembull projekte të reja, jo projekte, po programe të reja që futen në KDE, edhe ato në fillim kanë ndryshime tepër shumë, edhe pse fjalët angleze i përdoren ata fjalët angleze, po ose i zgjerojnë ose i ndryshojnë ose i përshtatin më mirë gramatikisht ose ndoshta edhe i heqin krejt e shtojnë krejt gjëra tjera. Ndodh, ka kështu një lëvizje dinamike mbrana KDE-s që është tepër madhe. Po mirë që i runat versionin e vjetër të fjalës. Po sa për punën e kësaj ditarit dhe trungut të drurit, të pemës. Çka muj me bona për me mujt me dallu kontekstin se për çfarë konteksti është fjala? Tash nuk e di, po kemi atë fjalori .fs.al, kështu? Jo. Këtu bashkë me këtë rast që e patë ti sot në mëngjes. Për shembull, programi po flet për nuk e ka fjalën për druj, nuk e ka fjalën për pem. E kanë përdorur fjalën log. Po tash nëse shkojmë në localize, tash nuk e kam localize në këtë kompjuter. Po në localize, mundesh me keni VI apo diçka me pa një PO file? Po. Me pa atë originalin që vjen nga KDE-ja. Aty të folderi get, të skedari get. Po. Okay, shko në messages. Shkojmë tek një program, shumë kig. Okay. Qiko, këto me këtë përqin, me këtë number sign që kanë këtu, me këtë KDE mundohet diqysh të bëj dallimin mes, për shembull se mund të ketë dy message ID që janë të ngjashme, po me këtë pound sign mundohet të futë edhe disa kode tjera
Këtë e format që është. Po, veç programi që kam përru, domethënë sistemi nuk I njeh këto lloj gjërash. Po, e di shumë komente, po. Ja, e di, shumë programe nuk I njohin, se nuk janë standarde këto, vetëm ata proveti I bëjnë. Për këtë çka bën ti për këtë pjesën e sipër me këtu që është unë këtë e ruaj ashtu siç e ruaj kështu siç është, domethënë kur importohet një skedar kjo pjesa, domethënë kjo e para që është project ID e këta diun ruhet blok kështu siç është në database. Edhe kur bëhet eksport, kjo merret blok kështu siç është, edhe del dhe pastaj shtojnë përkthimet në fund. Këto vargjet edhe përkthimet. Por kjo pjesë unë mundohem që ta ruaj kështu siç është, blok bashkë me komentet. Okej. Kështu duhet të funksionojë. Të paktën nuk jam I sigurt, domethënë a funksionon se eksporti që bëjmë ne që para nuk na eci, do ta shikojmë pse nuk ecën. Ka pas ecur, kështu që do të jetë ndonjë gjë e vogël besoj që mund të rregullohet. Okej. Po që kështu do të funksionojë. Këtë unë s'kam punë me këtë, nuk e prek, unë e fus blok në database dhe kur eksportoj kështu siç është, domethënë siç ka qenë. Po. Këtu që ka bëjmë ne është këtë farë last translator edhe language team. Këtë e bëjmë update se cilën herë. Po. Ka dhe një gjë, ti Agan, se tani më kujtua që këto lista e përkthimeve që dalin mund të mos jetë fix me atë listën që duhet, nuk e di pse. Kështu që nuk e di, a ke punuar ndonjëherë me këto programet që bëjnë merge të skedarëve po. Po, gjithmonë. Edhe e mira do ishte që ai programi po që eksportohet nga ky BitTranslator të bëj merge te një program te një skedar po ekzistues. Edhe kjo zgjidh edhe këtë problemin e kësaj, domethënë sepse ajo do ta ruaj atë që është merge, besoj. Domethënë që ti merr vetëm nga ai skedari që ke bërë eksport, merr vetëm përkthimet që ka ai brenda dhe jo pjesën tjetër. Edhe pjesën tjetër siç e ka origjinali. Nuk e di, localize e mundson këtë lloj gjëje që ta bësh lehtësisht, domethënë, ose ka command line për ta bërë. Po, jo, localize kur e bën konfigurimin e projektit në localize aty e fut për shembull këto emrin tënd si last translator, edhe language team, në cilit grupi ta kanë. E pastaj ajo e fut për shembull këtu ku është këto Wilson Jetsin do ta hiqte, edhe Wilson Jetsin e shton këtu poshtë ku është name of translators. Kjo është si list. Edhe kjo emails of translators. Për shembull, unë tash këto të gjitha që janë prej kur e kemi pas në Yahoo këtë grupin KDE Shqip, nuk e kam më atë grup, e kam hjek për shkak se ajo Yahoo e përfundoi këtë farë servisi, shërbimi, edhe tash të gjitha I bëj update me KDE 18 SC. E këtu vëhet si listë, nëse këtë Yahoo nuk këtu për heqi, po zakonisht nuk duhet të hiqet. Nëse për shembull ti përkthen diçka këtu, ti nuk mund ta heqësh asnjë email për këtu, po vetëm e shton tek këtu ku është email of translators. Po këtë ku është këtu sipër ku është last translator, këtu e fshin Wilson Jetsin edhe e shton emrin tënd. Ti përkthyesi I fundit. Ideja është që kush është përkthyesi I fundit është faktikisht mirëmbajtësi I atyre përkthimeve. Se nuk është që ka përkthyer një herë më kush do përkthej, por shpresohet se ka përkthyer një herë do të vazhdoj të kujdeset për të njëjtat përkthime në të ardhmen. Okej, shumë mirë. Mirë, atëherë unë po të krijoj një login që të hysh, do ta jap gjatë javës, ndërkohë do shikoj edhe atë eksport pse nuk funksionon, edhe nuk e di, se si mund do ishte mirë që ta provonim një herë që edhe për shembull takohemi prapë pas një jave ose pas 2 javësh kur të kesh kohë. Okej, patjetër. Edhe ta provosh ti atë workflow që do ti, domethënë atë mënyrën e punës ose ciklin e punës që dëshiron ti, a ecën ashtu siç duhet. Ashtu siç e mendon ti. Që mos të krijoj probleme, domethënë ta provosh një herë para se ta vësh në punë. Ta provon një herë para se ta vësh në punë. Patjetër.
Në rregull. So ndoshta të shtunë në ardhshme, ëh, të njëjtën kohë. Po.